Ministria e Jashtme nuk I shfrytëzoi informacionet në dispozicion për t'i demantuar akuzat e Serbisë ndaj ish-policit Arbnor Spahiu, që autoritetet serbe e arrestuan me pretendimin për pjesëmarrje në rastin e Banjskës. Në vend të marrjes së të dhënave nga Ministria e Brendshme, MPJD-ja ju referua deklaratës së familjes së Spahiut, në të cilën thuhet se ai nuk ka punuar polic nga 2022. Sipas deklarimeve të familjarëve dhe avokatit mbrojtës, akuzat e ngritura ndaj zotrit Spahiu kanë të bëjnë me rastin e Banjskës. Ata I konsiderojnë këto akuza tërësisht të pabazuara dhe të fabrikuara, duke theksuar se zotri Spahiu ka përfunduar shërbimin në Policinë e Kosovës që nga viti 2022 dhe prej asaj kohe jeton në Gjermani së bashku me familjen e tij. Në MPJD thanë se po angazhohen për lirimin e Spahiut, teksa qytetarët I ftuan të shmangin kalimin në përpikalimet kufitare me Serbinë, shkaku I ndalimeve e arrestimeve arbitrare nga shteti serb. Tek u bën 5 ditë nga arrestimi I Spahiut, reagoi presidentja Vjosa Osmani. Gjatë ditëve të fundit, përveç kontakteve të vazhdueshme me zyrën ndërlidhëse të Republikës së Kosovës në Beograd, kemi kërkuar edhe reagimin e fuqishëm të shteteve të Quintit dhe misionit të BE-s në mënyrë që këto shkelje të drejtave të njeriut nga ana e Serbisë të mos injorohen. Të mërkurën reagoi edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti, I cili tha se sjellja e Serbisë ndaj qytetarëve të Kosovës nuk duhet të normalizohet. Prej momentit të arrestimit të shtetasit ton, Arbnor Fatmir Spahiu, nga autoritetet serbe në pikën kufitare Hungari-Serbi, institucionet tona janë angazhuar maksimalisht që ai të lirohet sa më parë. Sjellja jo normale e Serbisë ndaj qytetarëve të Republikës së Kosovës nuk duhet dhe nuk do të pranojmë të normalizohet. E para reagimit të tij, përfaqësues të partive deri tash në opozit I kritikuan zyrtarët qeveritar për heshtje. Të shpreh keqardhjen dhe indinjatën e kundërshtimin e madh për ndalimin arbitrare të padrejtë të ish-policit Kosovës, Arbnor Spahiut, I cili po mbahet nga regjimi serb në mënyrë të padrejtë, po për më shumë të shpreh pakënaqësinë me mos reagimin institucional, me mos reagimin e qeverisë Kosovës, e cila ende asnjë fjalë të vetme nuk e ka thënë për ndalimin jo vetëm të një qytetari që do duhej, po të një shërbyesit Kosovës. Kemi parë një marrje peng të një qytetari ish zyrtari të policisë së Kosovës, Arbnor Spahiu, dhe kemi parë njëkohësisht që nuk ka veprime zyrtare shtetërore për t'u angazhuar për lirimin e tij sa më parë. Më lejoni që nga këtu, në emër të Lidhjes Demokratike, t'i bëj thirrje të gjitha institucioneve, vendore dhe ndërkombëtare, që të angazhohen për lirimin e menjëhershëm. Spahiu u arrestua më 7 qershor në pikalimin kufitar Hungari-Serbi, tek po udhëtonte me autobus bashkë me familjar gjatë kthimit nga Austria.